pyetjet tuaja për të fokusuar tek ky shqetësim. Ju si kryetar Dege kam përshtypjen e keni vënë re që mekanizmat e Partisë Socialiste dhe mënyra se si ata kanë funksionuar ndër vite tashmë fatkeqësisht kanë qenë shumë qarta. Përdorimi i administratës, parat publike të cilat janë vënë në dispozicion të fushatës elektorale, bandat kriminale të cilat janë ndihmuar, se kemi rastin e fundit të mega operacionit Ura, të iniciuar nga autoritetet italiane, që është dhënë urdhri për fletareste në datën 19 mars dhe shkurt dhe më pas është firmosur, ndërkohë që bëhet pas 11 ditësh. Pra, kanë pasur kohë troplinët, xhabaftët etj të cilët kanë rënë, le të themi, në një dakordsi me partitë politike dhe preka pak më parë. Pra janë një mekanizëm i tërë që funksionon në këtë formë. Pra, pavarësia e tyre ka vdekur. Dhe kjo është ajo që shqetëson Osmanin. Pra, nuk është probleme se nuk erdhi Partia Demokratike në pushtet. Po ata votuan për Arkend Ballën. Arkend Balla sot ka më shumë vota se Edi Rama, që mund të jetë nesër një ministër i brendshëm. Këtë mund ta marrim në shumë këndvështrime, po do të thotë. Këtë ministrin e brendshëm e ka vendosur banda kriminale. Normalisht, nuk është banda kriminale iku nga Shqipëria, nuk arrestohet. Dhe gjitha kjo del në kontekstin që ju sapo përmendën, pra që politika është e lidhur ngushtë me krimin dhe nuk kemi më funksionimin e një shteti, por të një pushteti. Shpeshherë me miqtë miu kanë diskutuar për peshën specifike dhe të jashtëzakonshme që ka qyteti i Durrësit. Shpeshherë në fjalë ne flasim porti i Durrësit. Për hir vërtetës, porti i Durrësit thjesht është një port që ekziston fizikisht në qytetin e Durrësit. Ky është një port ndërkombëtar. Dhe sot ai kontrollohet nga krimi dhe nga pushteti. Sepse më ja thotë kemi parasysh kalimin tranzit të drogave të forta, e cila është u bë afërsisht rreth 3 vjet, pothuajse nuk ka patur asnjë rast të vetëm që mund të jetë goditur krimi, duke u kapur drogat në dalje apo në hyrje. Çfarë tregon kjo? Pra, kjo tregon që institucionet shtetërore janë pjesë e këtij krimi të organizuar. Ndaj dhe unë sot një fjalë e ngaj këtë shqetësim. Ndaj dhe jo pa dashje e ngacmuam pak një fjalë kur është shfaqur për herë të parë kjo dosje, kur rrugtimi i saj nga institucionet agjencitë ndërkombëtare, ardhja e këtyre dërgesëve në Shqipëri, edhe kur institucionet e pranë në Shqipëri kanë reaguar. Pse është kjo vonesë? Mund të pyesin qytetarët. Sepse këto që kanë ndodhur para 2 ditësh, 3 ditësh, gjithë qytetarët i prisnin. Para opinioni publik i qytetit Durrësit e priste. Por pse ndodhen pas zgjedhjeve? Do thotë një fjalë që krimi dhe pushteti kanë mirë funksionuar me njëri tjetrin, që gjithçka të realizojë procesi, sepse ne themi ka patur zgjedhje në Shqipëri, por hir të vërtetës nuk ka patur zgjedhje. Në Shqipëri ka patur votime. Dhe këto lloj votimesh janë realizuar në dirigimin e kryeministrit Edi Rama, ku unë për hir të vërtetës, sepse në fushat kemi takuar miq, kemi takuar bashkëpunëtorë, kemi takuar qytetarë të thjeshtë, kemi takuar qytetarë të lirë, edhe opinioni i tyre me fjalë dallimi midis PS-s dhe Rilindjes është një dallim i jashtëzakonshëm. Unë do të tregoj një fragment ose një episod, një bashkëbisedim me një qytetar të thjeshtë në një nga zonat rurale, në një fshat e ka emrin Romanat. Në bashkëbisedim sipër dhe ai zotëria më e madhe se unë mosh më thotë, miku im thotë, di çfarë problemi kemi? E parë thotë s'kemi ujë. Por për hir të vërtetës thotë, nëse këtu thotë duhen 2 apo 3 punojës të ujësjellësit, sot janë mbi 23-24 punojës të ujësjellësit, vetëm të ujësjellësit. Pra, ky lloj elementi tregon se sa është fryr administrata. Dhe zotëria në bisedë sipër më thotë dhe një shqetësim tjetër. Ai beson thotë që kemi 7 muaj që s'kemë dëgjuar një zë fëmijë që të qaj, pra s'ka asnjë lindje. Kjo është një shqetësim madhor. Pra, duhet jemi të qartë. Nuk është problemi se nuk erdhi Partia Demokratike në pushtet. Nëse Partia Demokratike dhe opozita nuk është e përgatitur për marrën pushtet, është pjesë e përgjegjësisë e pjekurisë dhe paftësisë saj. Edhe kjo është shumë e madhore. Të diskutuar, ose edhe problematikat ndërvete të Partisë Demokratike duhen gjykuar ndryshe. Shqetësimi madhor me të cilën përballet sot shoqëria shqiptare, sepse do thotë që tek ajo zonë ku ka patur mbi 1500 apo 1600 apo 2000 familje, pra mas 7 vjetësh nuk do kemi as klasë të parë. Pra çfarë po ndodh? Dhe unë në një bashkëbisedim që kam patur me disa miq të mi, kam hedhur një tezë, ku dikush ndoshta edhe e paragjykoi si tezë. Unë kam frikë se këtu ka ndodhur edhe një si them ty, jo vetëm krimi, por është një krim i organizuar. Pra ashtu siç tregtia si them ty funksionon në bazë disa rregullave të globalizmit, por dhe krimi i organizuar funksionon në bazë të këtyre rregullave. Edhe ato kanë dashur me çdo kusht që ta ruajnë Shqipërinë, një urë dhe Durrësin, një urë tranziti. Kjo është ajo që më shqetëson.
Edhe për balë kësaj nuk duhet reagimi Partisë Demokratike. Për balë kësaj duhet një reagimi shoqërisë shqiptare. Por për të reaguar shoqërisë shqiptare është mirë me fjalë si themi ty të themi disa gjëra të vërteta çfarë ka ndodhur. Nuk janë vjedhur votat në Durrës. Nuk janë vjedhur votat në Durrës. Janë vjedhur në gjithë Shqipërinë, ka qenë një skenar. Ne me të drejtë pra kur pam atë ngjarjen në një fshat të Peqinit, mund të themi me fjalë që treni bullgar, çon si ka emri treni bullgar apo rus. Unë shoh një skenar të mirë organizuar për të goditur sistemin. Është goditur sistemi i demokracisë shqiptare, jo vetëm sistemi i votës, sepse për hir të vërtetës sistemi i demokracisë e ka fillesën e tij tek vota e lirë. Qartë. Zoti Stafa, ju e keni ditur që kështu funksionon. Pra, nuk është se jeni gjendur në një situatë të pazakont. Ju e keni ditur shumë mirë që Partia Socialiste ka bandat kriminale, ju e keni ditur shumë mirë